Këreri institucional serb nga Kosova e Serbia janë angazhuar që të gjejnë banor për lagjen Lugina e Diellit që të ndërtohet në Zveçan me financim nga Serbia. Kryetari i listës serbe Slavko Simić dje ka vizituar të shpërngulurit serb nga Kosova që gjenden në malin e Zi. Atyre që duan të kthehen, duhet dhënë përfundimisht këtë të drejtë. Nëse në ambientin aktual nuk mund të kthehen në Gjakov, Deçan ose në Pej, ata mund të kthehen në Mitrovic, Leposavić, Gračanic. Sipas Simić, projekti i ndërtimit të lagjës Lugina e Diellit parashek kthimin e të gjithë atyre që duan të kthehen edhe nga mali i Zi. Ndërsa ministrja për dialog Edita Tahiri në takimin e fundit me një delegacion nga Bashkimi Evropian, të kryesuar nga Thomas Bash, është ankuar për këtë projekt të Serbisë. Ajo ka thënë se Serbia po ndërhyn ilegalisht në Kosovë me pretendime për ndërtime ilegale në veri të vendit e që synim ka ndryshimin e strukturës etnike. Këto veprime të Serbisë kanë ngritur tensione dhe pakënaqësi dhe mund të jenë destabilizuese për situatën. Prandaj kërkoi nga BE që të merrni të gjitha masat për të ndalur Serbinë dhe destruksionet e saj, sepse në të kundërtën do të detyrohemi që me forcën e ligjit t'i ndalim ne si qeveria e Kosovës. Sipas medjeve serbe, në malë të Zi jetojnë 11.000 të shpërngulur nga Kosova. Lagja Lugina e Diellit është projekt i financuar nga Serbia, ku do të ndërtohen 300 shtëpi e planifikohen të kthehen 1.500 serb. Edhe për kundërshtimeve nga qeveria e Kosovës, punimet atje po vazhdojnë.